Rolin e arbitrit nuk e pëlqen edhe pse negociatorin mes palëve e kreu me sukses. Nga diskutimet me palët, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian tha se 3 janë çështjet që Shqipëria duhet të plotësojë për hapjen e negociatave, u ndal tek shteti i së drejtës. Këtu nuk kam ardhur si arbitër dhe sigurisht as si mësues. Nga diskutimet që kam realizuar, mendoj se Shqipëria duhet të plotësojë 3 sfida kryesore: forcimi i shtetit të së drejtës, ndryshimi i kulturës politike dhe fuqizimi i shoqërisë civile. Ajo që kam parë është premtuese. Qeveria ka filluar të zbatojë ligjet, por nga ana tjetër, ndërsa është mirë që të zbatohen ligjet, është e rëndësishme që të veprohet në mënyrë të ligjshme gjithashtu. Nëse opozita nuk do ishte rikthyer në parlament, europianët do të pendoheshin që i dhanë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Nëse Partia Demokratike nuk do të kishte vendosur të rikthehej në parlament, ne në Bruksel do kishim menduar se dhënia e statusit kandidat ishte gabim prej nesh. Kjo nuk do të thotë se vetëm Partia Demokratike duhet të ndryshojë. Shumica që ka përgjegjësinë për gatishmërinë e bashkëpunimit duhet të bëjë diçka, ndërkohë opozita duhet të jetë konstruktive, pra të dyja bashkë. Demokratët thonë se me hartën e re territoriale nuk do të ketë zgjedhje lokale. Brukseli pret që të gjitha palët të bëhen pjesë e procesit. Zoti Basha është burr i zgjuar dhe nuk më ka folur shumë rreth kësaj çështje. Siç ju thash, nuk jam arbitër, nëse një parti nuk dëshiron të marrë pjesë në zgjedhje, është vendimi i tyre i lirë. Nga eksperienca në vendin tim e di se ndryshimi i zonave zgjedhore, bashkive dhe komunave gjithmonë shoqërohet me diskutime. Nuk dua të futem në detaje se si jam ekspert, por gjykata kushtetuese është prehur nëse ishte në përputhje me Kushtetutën apo jo, dhe unë nuk jam më i zgjuar se ajo. Nga ana tjetër, unë, zoti Kukan dhe partitë që përfaqësojmë jemi të fuqishëm, por ne nuk mund të ndryshojmë shumicat. Nuk do ta bëjmë këtë gjë. Kjo është e drejtë e votuesve në vend. Teksa kanë kaluar 4 vite, Fleckenstein thonë se Brukseli nuk e ka harruar 21 janarin, ndaj për këtë arsye do të takohet para se të largohet me familjarët e të vrarëve.